Kapacitetet ruse në Kaliningrad, çfarë ka aty? Çfarë potenciali ka ushtria ruse të dislokuar në atë rajon? Ne do duhet të fokusohemi faktin që Kaliningradi është i militarizuar, pra është një hapësirë territoriale e cila de facto ka edhe raketat balistike të cilat te kalojnë edhe rrezën e veprimit të vendeve të Evropës, njëkohësisht ka struktura të ndryshme, por deri me tani Kaliningradi është përdorur si qendër spionazhi të rus dhe aktivitetet të sabotazhit të cilën kemi parë gjatë luftës Ukrainë-Rusi. Dhe kapaciteti ushtarak, mund të themi që është shumë më i madh në kontekstin e figurativisht, mund të themi ushtria lituanisë, Latvisë, po vendet e Baltikut, njëkohësisht edhe ushtria e Polonisë është e përfaqësuar nga ushtria ruse në Kaliningrad. Pra, imagjinoni me çfarë potenciali ushtarak, teknik dhe teknologjik është i vendosur në Kaliningrad dhe kjo pikërisht e ka lënë në një pozicion ushtarak të favorshëm apo një kartë joker në rast se do të ketë ndonjë përkatësim apo ndonjë avancim të mundshëm rus në kontekstin e Kievit dhe Rusisë. Pra, Kaliningradi padyshim do të jetë në qendër të vëmendjes jo vetëm për kapacitetet ushtarake, por që potencohet në aspektin e përgatitjes në ndonjë sabotazhi të cilën kemi parë deri më tani nga ana e njësive të ndryshme ushtarake, por njëkohësisht do të përdoret edhe për qendër të spionazhit në ndërtim të vendeve të Bashkimit Evropian antarë të NATO-s në periudhën 2025-2030 për të parë avancimet të mundshme në infrastrukturën kritike, avancimet në mundshme në infrastrukturën e industrisë ushtarake të mbrojtjes dhe kjo më pastaj do të përpunohet, do të analizohet në bashkërendim edhe me forcat belaruse, sepse ne vetëm i potencojmë shkarazi Belarusin si një element të mundshëm mbështetës ushtarak për pjesën e Rusisë, por ne jemi duke harruar si Belarusia luan një rol të rëndësishëm logjistik mbështetës për forcave të ruse në rast se do të ketë ndonjë avancim apo shtrirje të aktivitetit ushtarak në kontekstin e Evropës dhe kërcënimit të saj. Cilat mund të ishin mënyrat që mund të provokonte një konflikt Rusia? Qoftë në Lituani, Letoni, në Finland, që ndan edhe një kufi të gjatë me të, në Poloni, e cila po ashtu vazhdimisht ka akuzuar për përdorimin e emigrantëve si një farë presioni ndaj Polonisë që kalojnë nga Bielorusia, apo qoftë më pas në Moldavi, Gjorgji dhe vendet të tjera në të cilat vazhdimisht kthetrat e Rusisë janë aty? Ne do duhet kuptojmë faktin që në aspektin hibrid përdoren edhe elementet jo aktorëve jo shtetëror, pra në këtë rast është çështja e migracionit të palidhshëm, sepse kemi konstatuar edhe në misionin e juaj pjesa më e madhe e migrantëve nga pjesa e Azisë, tani më ose nga pjesa e Afrikës, e përdorin Belarusin si vend tranzit, pra organizohen avionat special nga vendet të ndryshme afrikane, të cilët janë në një linjë të drejtë për drejtë me forcat ruse apo politikën e Moskës zyrtare dhe përmes ofrimit të logjistikës përkatëse vendosen në pjesën e Belarusisë, ku më pastaj ta emigrantë shtyhen në drejtim të vendeve evropiane për të, në një anë, shpërqendruar vëmendjen, në anën e dytë, për të infiltruar edhe elementet të saj brenda këtyre kontingjenteve. Mund të imagjinoni një shifër prej afro 1 milion emigrantë të cilët mund të lëvizin në drejtim të Evropës, ku pjesa më e madhe të tyre mund të jenë oficerë dhe non-oficerë të shteteve të cilët janë pjesë apo mike apo strategjike të Rusisë, mund të krijojnë celula të ndryshme brenda territorieve evropiane për të krijuar aktivitete të spionazhi apo sabotazhi. Në anën tjetër, në aspektin e asaj se çka mund dhe si mund të jenë skenaret, mos harrojmë një gjë, vendet e Baltikut, vendet të cilat ishin pjesë e bllokut të BRSS-s në atërshme, kanë edhe një mbetje ta quaj në kontekstin e aktiviteteve etnike të disa qytetarëve rusë të cilët jetojnë në ato shtete dhe potenciali etnik është bukur shumë i lartë. Pra, qoftë në pjesën e Baltikut, qoftë në pjesën e Finlandës apo në pjesën e Bullgarisë, Moldavisë, pra elementi etnik rus është potencial i krijimit të ndonjë
mundës të destabilizimit politik, social dhe shoqëror, dhe më pastaj gjërat mund të lëvizin në drejtim të një lufte hibride duke përdorur aktorë jo shtetëror për të krijuar situacione të ngjashme siç ka qenë në rastin e Krimes.